Bashkim Bakiu, kandidati i koalicionit Vlem për qytetin e Shkupit në një dalje publike së bashku me krerët e koalicionit, ka kërkuar nga Aleanca Kombëtare për Integrim të mos heqin më, duke i kujtuar ata me ironi se periudha e heqjes zgjedhore ka përfunduar. Bakiu deklaroi se Vlen është forca e dytë politike shqiptare në vend dhe fitues politik i këtyre zgjedhjeve. Sipas tij, koalicioni ka fituar që në raundin e parë në 5 komuna dhe do të garojë në raundin e dytë në 6 komuna të tjera. Vlen është fitues qish në raundin e parë në 5 komuna, shkon në raundin e dytë në 6 komuna dhe jemi fitues edhe për kryetar, edhe për këshilltar në garën e qytetit të Shkupit. Ne kemi fituar bindshëm që në raundin e parë në Çajir, në Haraçin, në Saraj, në Zhelin dhe në Të Arcë, ndërsa shkojmë si fitues në raundin e dytë në Tetov, Bogovin, Dibër, Strug, Dollnani dhe në Bërvenic. Gjithashtu, Bakiu përgëzoi shqiptarët të Qashkës dhe kandidatin Suad Shaqiri për fitoren e tyre, duke theksuar se Vlen nuk ka garuar në këtë komunë për të mos rrezikuar fitoren e kandidatit shqiptar. Duam të theksojmë se Vlen nuk ka garuar fare dhe nëse gara është bërë me logo të AKIS, atje ne nuk kemi garuar me kandidat dhe listën tonë në mënyrë që mos të rrezikojmë fitoren e kandidatit shqiptar. Prandaj i harrojmë fitoren zotrit Suad Shaqirit dhe shqiptarëve në këtë zonë. Sa i përket komunave të Gostivarit dhe Vrapçishtit, Bakiu njoftoi se nuk është arritur cenzusi i nevojshëm për vlefshmërinë e votimit dhe se tashmë pritet vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për të sqaruar situatën.